Повелете. Фалемнderит, zonja kryesuese. Келмувам вака, според деловникот, претендиците имаат право да се обраќаат на македонски јазик и на јазикот кој што го зборуваат 20% од заедниците. Мислам дека вие доаѓате од надворешна институција, значи ќе молам да се обратите на македонски јазик. Добро. Благодарам за дадениот збор, господине predsjedavač. Ky ishte edhe momenti i lik për Renata Deskovskën, kryesuese e Këshillit të Kanalit të Kuvendit dhe deputete e LSDM-s, e cila nuk mundi ta përmbaj veten dhe shprehu mllefin kundër gjuhës shqipe në parlament, edhe pse këtë e lejon rregullorja e Kuvendit. Ajo nuk e lejoi nën kryetarin e Këshillit Programor të Radio-Televizionit të Maqedonisë të prezantohet në gjuhën shqipe. Ky veprim i Deskovskës shkaktoi reagim tek deputetët shqiptar. I pari i cili reagoi ishte Gazmend Ali nga PDSH, i cili deklaroi se ligji për përdorimin e gjuhëve dhe rregullorja e Kuvendit lejon fjalimin në gjuhën shqipe të personave të zgjedhur dhe emëruar. Zotni unë fjalë mundesh të ta pyese vetëm se nga vin, kush është, edhe pastaj ai mundet të drejtohet në gjuhën e vet amtare. Do të thotë ai mundet lirisht të drejtohet në gjuhën shqipe këtij forumi, edhe të gjithë të cilët janë të thirrur të marrin pjesë në organet e këtij parlamenti që mundën ta përdorin gjuhën e vet. Reagoi edhe deputeti nga radhët e BDI-s Eyup Rustemi. Personi i zgjedhur është i zgjedhur pikërisht nga Kuvendi i Republikës Maqedonisë, një gjë e tillë ishte pa tolerueshme. Ndërkohë, Deskovska vazhdonte të insistonte se nuk ka shkelje, ndërsa e mbronte edhe deputeti i VMRO DPMNE Ilija Dimovski, duke theksuar se situata nuk ka nevojë të zmadhohet pasi ndodhi keqkuptim. Kjo situatë ka shkaktuar nervoz shtesë tek deputeti Gazmend Aliji, i cili kërkoi që Deskovska të kërkojë falje publike. Tani unë kërkova që të kërkoni falje, se nëse nuk kërkoni falje, unë në mënyrë demonstrative do ta lësheket. Edhe duhet të jeni pak më korrekt. Pas një pauze 15 minutëshe, deputetja e LSDM-s Renata Deskovska kërkoi falje dhe u arsyetua se nuk ka pasur qëllim që dikujt t'i prek ndjenjat. Zotrisi i cili është i pranishëm i kërkoi falje për lëshimin procedural dhe nëse kishte lëndime të ndjenjave të dikujt. Do të thotë bëhet fjalë për gabim pa dashje, për arsye se nuk e dija për ndryshimin dhe nuk e dija pozicionin tuaj. Pjesa e debatit të Këshillit të Kanalit të Kuvendit ishin edhe vendosja e programeve në gjuhën shqipe, por edhe transmetimin në gjuhën shqipe i seancave të Kuvendit kur flasin deputetët shqiptar. Këto dy çështje i ngritën deputeti Rafiz Aliti nga BDI dhe Gazmend Ali nga PDSH.